4 shenja mund të marrin një mundësi përpara që nuk duhet ta humbin. Jo çdo mundësi përpara vjen me shumë. Ndonjëherë ajo shfaqet papritur në një moment kur mendon se gjithçka është në vendin e vet. Energjia e kësaj periudhe po lëviz në mënyrë të veçantë dhe për disa shenja mund të hapë një derë që lidhet me financat, punën apo një ide që mund të kthehet në diçka shumë më të madhe. Astrologët thonë se kur universi vendos të hapë një mundësi, ajo shpesh vjen në mënyrë të papritur. 4 shenja mund të ndodhen përballë një rasti që nuk duhet ta lënë të kalojë pa e parë me kujdes. Nëse je një nga këto shenja, kjo mund të jetë një periudhë ku një hap i vogël mund të çojë drejt një ndryshimi më të madh financiar. Demi. Energjia financiare për Demin duket se po ndryshon në mënyrë të dukshme gjatë kësaj periudhe. Ka gjasa që një mundësi të shfaqet përmes punës, një bashkëpunimi të ri ose një ide që deri tani ka qenë vetëm në mendjen tënde. Ajo që është e rëndësishme për këtë shenjë është të mos e nënvlerësoj një propozim që mund të duket i vogël në fillim. Shpeshherë, përfitimet më të mëdha vijnë nga vendime që duken të thjeshta. Nëse dëgjon për një projekt, një investim ose një ofertë që lidhet me aftësitë tua, mos u nxito ta refuzosh. Intuita mund të tregojë nëse kjo është diçka që duhet marrë seriozisht. Gjithashtu, mund të jetë momenti për të rishikuar mënyrën se si menaxhon financat dhe për të bërë një hap që mund të sjellë stabilitet më të madh në të ardhmen. Luani. Për Luanin, mundësia financiare mund të lidhet me një njohje të re ose me dikë që vlerëson aftësitë tua. Universi duket sikur po vendos përpara teje një situatë ku talenti dhe përkushtimi mund të vijnë re nga njerëzit e duhur. Nëse gjatë kësaj periudhe merr një ftesë për një projekt, një bashkëpunim ose një ide biznesi, ka shumë gjasa që kjo të mos jetë rastësi. Energjia e kësaj kohe favorizon ata që janë të gatshëm të marrin iniciativë. Në vend që të presësh momentin perfekt, mund të jetë më e mençur të veprosh me besim dhe qartësi. Një hap i vogël sot mund të krijojë një rrugë më të gjerë për përfitime në të ardhmen. Mbaje mend se shpeshherë mundësitë më të mira shfaqen kur guxon të dalësh nga zona e rehatisë. Bricjapi. Për bricjapin, kjo mundësi financiare mund të vijë nga diçka që lidhet me përvojën dhe përpjekjet e bëra më parë. Ka shumë mundësi që një projekt i vjetër, një ide që e ke menduar prej kohësh ose një lidhje profesionale të fillojë të japë rezultate. Energjia astrologjike sugjeron se një situatë që dukej e zakonshme mund të kthehet papritur në një rast përfitim ose për përmirësim financiar. Kjo është një periudhë ku vëmendja ndaj detajeve mund të bëjë diferencën. Nëse dikush të propozon një bashkëpunim ose një ide që lidhet me aftësitë tua, mund të jetë momenti për të analizuar seriozisht. Universi duket se po shpërblen durimin dhe përkushtimin që ke treguar deri tani. Një vendim i menduar mirë mund të hapë një kapitull më të qëndrueshëm për financat. Peshqit. Peshqit mund të ndjejnë se diçka po ndryshon në mënyrën se si shfaqen mundësitë financiare në jetën e tyre. Kjo periudhë mund të sjellë një ide kreative, një projekt të ri ose një bashkëpunim që lidhet me talentin dhe intuitën tënde. Shpeshherë kjo shenjë ka aftësi të shohë mundësi aty ku të tjerët nuk i vërejnë. Nëse gjatë kësaj kohe lind një ide që lidhet me një aktivitet, një punë shtesë ose një projekt personal, mund të jetë momenti për ta marrë më seriozisht. Universi duket se po hap një rrugë që lidhet me potencialin tënd krijues. Mos e nënvlerëso një mundësi vetëm sepse duket e vogël në fillim. Ndonjëherë një hap i vogël mund të kthehet në një ndryshim të rëndësishëm për stabilitetin financiar në të ardhmen. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën para nëse mendon se një mundësi financiare mund të shfaqet për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet.
Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.